Si ditë historike është vlerësuar 14 dhjetori 2018-s, kur Kuvendi i Kosovës miratoi ligje të rëndësishme që i hapnin rrugë transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri. Ish-komandanti i FSK-s Kadri Kastrati thotë se Kosova ka bërë hapa të mirë derisa është në fazën e tretë të transformimit që implikon kosta të mëdha. Pasi që nuk u bon në vitin 2014, kur ishën gatshëm dhe plani zhvillimor edhe rishikimi u bon atë kohë, atëherë në 2018, kur Shtetet Bashkuara të Amerikës e dhanë dritën e gjelbërt që me shku me ligje, jo me ndryshim kushtetuese, kjo ishte një datë dhe një moment historik për Kosovën, sepse filloi ndërtimi i forcave armatose të Kosovës dhe njëkohësisht filloi zhvillimi i saj. Ne sot jemi në fazën e fundit, sepse plani zhvillimor ka pas 3 faza. Por situata e sigurisë në Evropë nuk është ajo e 2018-s. Sekretari Mark Rutte së fundi ka deklaruar se NATO-ja është caku i radhës së Rusisë, duke bërë thirrje për gatishmëri ushtarake për sulm nga Rusia. Ish-komandanti Kastrati thotë se përballë pasigurisë së tillë, Kosova duhet ta përshpejtojë tranzicionin e FSK-s, duke përfshirë furnizimin me armatim e ndërtimin e fabrikave të municionit. Kastrati thotë se blerja e mbrojtjes kundërajrore, artillerisë e helikopterëve, si dhe kompletimi i radhëve me së paku 5.000 pjesëtar aktiv dhe 3.000 rezervist janë disa prej proceseve që Kosova duhet t'i nisë në 3 deri në 4 vjetët e ardhshëm. Arsyeja pse thon këtë është se përshefni ajo që kërcënimet janë të vazhdueshme në një luftë të përgjithshme në Evropë dhe lufta Rusi-Ukrainë nuk ka të ndalur dhe për atë arsye ne nëse ndodh diçka kuptohet që Kosova do të jetë rrezikuar nga armiku i jon i përhershëm që është Serbia. E zëvendës ministri në detyrë mbrojtjes Shemse Sylja në 7 vjetorin e votimit të pakos së ligjeve për FSK-n, thotë se ishte me fat dhe i privilegjuar që mori pjesë në votimin e ligjit për ushtrinë, te kequan këtë datë të shenjtë historike. Ai shpreh pritjen që buxheti për mbrojtjen do të rritet. Është e vërtetë se transformimi i përfshin blerje të rëndësishme dhe të kushtueshme nga armatimi i avancuar deri te ngritja e kapaciteteve industriale. Por parimi është i qartë, investimet në mbrojtje do të rriten, por pa e cënuar stabilitetin financiar të shtetit. Transformimi nuk është vetëm çështje pajisjesh, është një proces i ndërtimit të kulturës ushtarake, i modernizimit të doktrinës dhe ngritjes së partneriteteve strategjike. Në këtë drejtim Kosova është duke ecur në rrugën e duhur. Ai theksoi se disa pajisje janë blerë, është rritur numri i pjesëtarëve aktiv dhe është avancuar korniza ligjore planifikuese dhe buxhetore për të mbështetur një forcë moderne toksore. Sylja ka folur edhe për aspektet e tjera të modernizimit të FSK-s, për të cilat tha se janë në rrugë të duhur.